Hej, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takojmë edhe ditën e sotme sërish së bashku, me mua Tyrona Lilin për të sjellur ngjarjet më të fundit nga jeta e Gjestit. Do të flasim pak për Gjestin. Gjesti siç duket po e shijon pafund famën e tij, po e shijon pafund të gjitha të lodhjet dhe përkushtim që Gjesti i dha Big Brotherit për ta fituar këtë Big Brother. Pas fitores së Big Brotherit, Gjesti doli dhe u ndesh me realitetin e jashtëm. Një moment i bukur që Gjesti në fakt nuk e priste dot, një moment fantastik ku Gjesti akoma sot e kësaj dite po ta shikoni me vëmendje në për koncertet që ai ngjitet në sken, nuk i besohet se sa shumë e duan dhe se sa e admirojnë publiku edhe fansat e tij. Gjesti kohëve të fundit, përposa angazhimeve të shumta që ka me klipin e tij që tashmë ka përfunduar në vijën të Austrisë me këngën Veshu Nreçu, një këngë që është bërë virale në rrjetin social TikTok akoma pa dalur, akoma pa u lancuar kënga. Gjesti po e këndon në për koncerte vetëm një refren të kësaj këngës dhe imagjinoni, po pritet me shumë dashuri, po pritet me shumë duartrokitje, po pritet me shumë adrenalin. Të gjithë shqiptarët po këndojnë së bashku me Gjestin dhe për një artist me patjetër që kjo është sukses i garantuar dhe Gjesti ka gjetur pak dhe kohë përpos gjitha angazhimeve për të bërë çik edhe shopping. Në disa fotografi të publikuara në rrjetet sociale që ju tashmë i shikoni në këndin tim, domethënë të djathtë, Gjesti është duke bërë shopping me një makinë tepër luksoze, duke bler gjëra nga Louis Vuitton, nëse nuk gabohem. Kjo me patjetër që është në Zvicër, Gjesti po e shijon të gjithë momentin, ka dhoni çiklek duke bler gjëra firma ato, me patjetër që janë të kushtueshme shumë, sepse Louis Vuitton nuk është se ka gjë të lirë, domethënë Gjesti tashmë ka fituar goxha shumë lekë dhe blen tek Louis Vuittoni. Duke që Gjestin po e mbajnë si një mret, duke që po e shijon famën e tij në mënyrën më të mirë të mundshme, domethënë është nga ato artistët që ka fatin ta përjeton këtë ndjesinë. Artistët e tjerë ndoshta e shikojnë çik si me zili Gjestin. Këto fotografit nuk janë bërë publike në Instagramin e Gjestit, por janë bërë publike nga fansat e tij. Gjestin e respektojnë, e nderojnë, makina duket tepër luksoze edhe pse në asnjë vend nuk i shkruan marka, por ato që janë të dhënë pas makinave dhe që vdesin për këto makinat munden të ma zbulojnë në për komente se për çfarë makine bëhet fjalë. Domethënë Gjesti po e përjeton të gjithë suksesin e tij në mënyrën më të mirë të mundshme. Shumë shpejt këto ditë do të presim edhe këngën e tij të parë pas përfundimit të Big Brotherit, Veshu Nreçu, një këngë që na ka dhënë shumë adrenalin, një këngë që na ka dhënë shumë energji të bukur pozitive. Natyra e këngëve të Gjestit është gjithmonë përshkrimi i karakterit të tij. Unë e kam thënë çdo herë që Gjesti është një mix special, do ta quaj, nga shumë artistë, sepse disa nga artistët mund ta kenë zërin, por nuk e kanë lëvizjen, nuk e kanë mimikën, nuk e kanë fytyrën, ndërsa Gjesti është krejtësisht i krijuar me emrin që e ka vënë. Nga besart në Gjest që nuk kupton, ka lëvizjen skenike, ka mënyrën e të shprehurit, ka mënyrën e të qeshurit, ka mënyrën e të kënduarit, domethënë gjithçka që e ndërton natyrën dhe karakterin e tij. Veshu Nreçu do të jetë një këngë e cila do të bëhet pjesë e telefonit të gjithë shqiptarëve. Jam shumë i bindur që shumë goca, sidomos këto influencerët, do të kenë fatin të bëjnë TikTok me këtë këngën, por njëkohësisht edhe çunat e tjerë. Gjesti po e përjeton pafund famën e tij, po e jeton në fakt, ka ndryshuar shumë, më duket që është dobësuar pak më tepër, domethënë vishet, rregullohet, në për të gjitha koncertet e kemi Gjestin gjithmonë me risi, gjithmonë me veshje të çuditshme që në shumë komente se ku po i gjen këto rroba, ku po shiten këto rroba, sepse ka edhe fansa të tij që e duan atë lloj veshje. Domethënë Gjesti po i shijon të gjitha gjërat pafund, është në mbikëqyrje maksimale nga menaxherët e tij, domethënë nuk udhton askund vetëm dhe po e përjeton këtë gjën sikur të ishte gjëja apo sikur të ishte dita e fundit në jetën e tij. Gjesti sakrifikoi shumë për këtë moment, domethënë histori që edhe sot e kësaj dite ne kur po e komentojmë po na befason, një djalë që la gjithçka
për të ndjekur një ëndër, do me thënë kishte një super vetbesim që këtë ëndrën apo këtë gjën do të arrinte deri në maksimum, luftoi me ditë të tëra, me net pa gjumë, me lot, me mërzitje, do me thënë luftoi me botën për të arritur këtu ku është, dhe gjesti i arriti qëllimit të tij. Dhe ky është një mesazh shumë domethënës për të gjithë ato të cilët kanë një ëndër dhe duan të ndjekin ëndrrën e tyre, le të vazhdojmë ëndrrën, le të ndjekim ëndrrën, le të luftojmë për ëndrrën, sepse edhe Zoti vetë thot ato njerëz të cilët luftojnë për gjërat që i kanë në zemër dhe që duan t'i realizojnë me patjetër që i arrin. Dhe sot këtë ëndër që gjesti dikur e kishte realitet, ndoshta që ndiqte personazhet botror të famshëm që jetonin këtë jetën me makina super luksoze, me veshje origjinale nga markat më të forta, me blerje gjigante me çmime shumë të larta, gjesti sot këtë ëndër e ka bërë vetë realitet dhe po e jeton. Dhe realisht është i pari shqiptar nga shumë artistë që të paktën po jeton këtë jetën me kaq shumë fansa të zjarrt. Unë kam thënë dhe në për video të tjera, më duhet ta them dhe tani, për shembull që të mbushet një diskotek me 4.000-5.000 shqiptar apo qoftë edhe më pak, duhet të jenë 2 apo 3 artistë që të ketë një numër kaq të madh. Pa marrë parasysh që Bigu ka përfunduar, do me thënë po shkojmë drejt le të themi 3 muaj më që po përfundon Bigu, gjesti vazhdon të mbush diskotekat shqiptare dhe vazhdon të jetë më i preferuari në diskotekat shqiptare nga të gjithë personazhet edhe VIP-at e tjerë. Ne do të sjellim të gjithë ngjarjet që në fakt kanë të bëjnë me gjestin dhe me të gjithë personazhet e tjerë. Gjesti nuk është se ka bërë ndonjë lëvizje tjetër këtë kohën e fundit, domethënë lëvizjet e gjestit janë këto. Tani gjesti po i pret datat e koncerteve që është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shqiptarët e Shteteve të Bashkuara do kenë fatin për herë të parë të shohin gjestin nga afër, të ndjekin gjestin live, dhe më pas i ka dhe këto pjesët e tjera që ka këto koncertet nëpër Europë që i ka me data shumë të afërta, por edhe projektet që e presin me pafund gjestin. Ne do ndjekim rrugtimin e tij siç kemi ndjekur gjithmonë për të sjellur të rejat më të fundit rreth gjestit dhe të gjithë personazheve të tjerë publik.